Hetimet për vrasjen e turistit 20 vjeçar portugez në Ksamil, por zbardhin gradualisht momentet që paraprin përplasjen fatale në një beach bar. Në deklarimet e para policisë, personat e shoqëruar dhe të arrestuarit kanë dhënë versionin e tyre për ngjarjen. Mes tyre ka folur edhe Sokrat Vata, i dyshuari kryesor për vrasjen, i cili në dëshmi paraprake ka dhënë një tjetër version mbi nisjen e konfliktit. Vata i ka pretenduar se gjithçka nisi mes disa turistëve që ndodheshin në lokal dhe që sipas tij kishin konsumuar alkool. Ai ka deklaruar se atyre u shkërkuar të ulnin zërin dhe të ruanin qetësinë, pasi në lokal kishte edhe klientë të tjerë. Sipas versionit të tij, situata nuk është shqetësuar dhe ka kaluar në përplasje fizike. I dyshuari ka pretenduar gjithashtu se thika me cilin është goditur për vdekje 20 vjeçari është në pronësi të viktimës. Ky version megjithatë nuk përputhet me të gjithë të dhënat që grupi hetimor ka mbledhur deri tani. Në fokus të hetimeve janë edhe pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat dyshohet se ndihmojnë në rindërtimin e dinamikës së konfliktit. Sipas të dhënave paraprake të përplasja dyshohet se është nisur nga 29 vjeçari David Heurdvent, shtetas shqiptar dhe britanik, me banim në Tiranë. Ai dyshohet se është përfshirë i pari në konflikt me turistin në portugez dhe se ka goditur atë me grusht. Më pas në përplasje dyshohet se janë përfshirë edhe persona të tjerë të stafit lokalit, të cilët sipas hetimeve kanë vijuar të godasin 20 vjeçarin. Në fazën e fundit të konfliktit, Sokrat Vata dyshohet se ka goditur disa herë me thik, duke i shkaktuar plagë që rezultuan fatale. Edhe dëshmitë e shokëve të viktimës janë pjesë e rëndësishme e hetimit. Ata kanë deklaruar se nuk e kanë parë momentin kur 20 vjeçari është goditur me thik. Sipas dëshmive të tyre, përplasja me policin ka ndodhur vetëm në orët e mëngjesit, në hyrje të beach barit ku kishte ndodhur ngjarja. Pak më pas, pranë bregut të detit, ata kanë parë trupin e pajet të mikut të tyre. Të rit kanë deklaruar se deri në atë moment nuk kishin kuptuar se çfarë kishte ndodhur me shokun e tyre dhe se nuk kishin ndjeni se konflikti kishte përfunduar me vrasjen e tij. Hetuesit po vijojnë marrjen e dëshmive dhe verifikimin e pamjeve të kamerave të sigurisë për të përcaktuar me saktësi rolin e secilit prej personave të përfshirë në përplasjen që i mori jetën turistit portugez.